Besimtarët musliman të Fushkrujës u bën bashkë në një mision të veçantë dhe human. Në kuadër të muajit të madhërueshëm të Ramazanit, ata i erdhën në ndihmë qendrës Rozalba në Gjadër të Lezhës, ku strehohen vajza të mitura, të cilat kanë pësuar trauma të ndryshme gjatë jetës së tyre. Fal mbështetjes financiare të besimtarëve musliman të Fushkrujës, u mundësuan pajisje shtëpiake dhe ndihma ushqimore për misionin katolik. Jemi munduar që me aq mundësi sa kemi të japim suportin tonë dhe me njëherë pa asnjë lloj mëdyshje, besimtarët e xhamisë Sara Merasit mblodhën kontributet e tyre dhe ju përgjigjen pozitivisht kërkesës për mbështetje të kësaj shtëpie. Drejtuesja e qendrës Rozalba, motor Alma Zogu, falenderoi besimtarët musliman të Fushkrujës për mbështetjen e dhënë në këtë stresë që mirëpret vajza nga të gjitha besimet fetare. Faleminderit imamit Dojtan për këtë mbështetje, por jo vetëm atij, edhe të gjithë besimtarëve musliman, të cilët gjatë muajit të Ramazanit kanë dashur për me ofru këtë sakrificë për stëzën tonë Rozalbas. Qendra rezidenciale Rozalba në Gjadër të Lezhës është ngritur 8 vite më parë nga Kisha Katolike për t'u ardhur në ndihmë vajzave të mitura pa kujdes prindëror. Në këtë Ramazan, ky akt është një tjetër shembull që dëshmon vlerat e larta të harmonisë fetare mes shqiptarëve.